Përshëndetje, ku jemi këtu me parashikimin e datës 21 prill të 2025. Duket se një ditë me të mirat dhe vështirësitë e veta, por në anën tjetër kërkon kujdes dhe vëmendje. Ku kërkon kujdes dhe vëmendje dhe pse? Meqenëse kemi disa ndikime planetare, ku kemi ndikimin e Neptunit në Dash, ku përshpejton gjërat dhe kërkohet vëmendje, por në anën tjetër është një mundësi që vërtet gjërat mund mos jenë ashtu ku duhet, por është një moment që do të kërkoj kohë për realizimin dhe ndryshimin e gjërave që do të ndikojnë. Por duke pasur parasysh në lidhje me çështjet që kanë të bëjnë me anën e financave, sepse lidhet shumë me financat, lidhet shumë me një ndryshim që do të keni tani e tutje, edhe pse koha premton, duke pasur parasysh fillim javën, duke pasur parasysh punën që ju keni dhe takimet që do të bëni. Për këtë ditë, takimet bëhen paradite nëse mundeni, sepse gjashkëndshi që bën Neptuni, Marsi dhe me diellin në shenjën e Demit, ka një ndikim shumë të madh në vazhdimsi. Dhe nëse keni mundësinë, anashkaloni debatet, anashkaloni grindjet ka të bëjnë me një çështje të vjetër, po çështjet e vjetra i lëm mbrapa dhe shikojmë të rejat. Por që të shikojmë të rejat, duhet të vëmë një pik mbi të vjetrat dhe këtu përfundon. Dhe gjithashtu, është një moment që vërtet periudha, koha ndodh që të ndryshoni gjërat si çdo juve, por kujdesi kërkohet. Momenti është tani. Shenjat që përfitojnë në këtë ditë të hënë, një ditë të mbar, javë të mbar ju uroj. Ka të bëjnë shumë shenjat e tokës që është Demi dhe Virgjinesha, ka të bëjnë shenjat e ujit si që janë Akrepët dhe Gaforret, por dhe një shenjë që është e zjarrit që është Shijetari. Gjithashtu dokumentacionet që lidhen shumë me jashtë, lidhen shumë me Anglinë dhe Gjermaninë. Kjo është një ndikim shumë i madh dhe një mundësi e artë për sa i përket zhvillimeve, ndryshimeve dhe mundësive që jepen. Por mos harrojmë se data 21 ka një ndikim shumë të madh, sepse ka një kënd që ju bën pak a shumë grinavec, për ne them edhe unë që anashkaloni debatet, të shikoni edhe vetë juve, do të keni kujdes ato shenjë që thash pak më para. Kurse mbas dite duket se janë gjërat më të qeta, më korekte, por mbas dite mbas orës 2, mundësit janë të mëdha për zgjidhur. Para se të filloj me parashikimin e kësaj date kaq të rëndësishme, kësaj jave, fillim jave, unë ju rikujtoj edhe një herë për gjithë juve teleshikues të nderuar, kudo ndodheni në Shqipëri apo në diasporë dhe doni që një parashikim të detajuar për gjithçka ju intereson. Faqja roz atje, mund zgjidhni çdo lloj pakete që ju intereson dhe shkoni tek sekretaria, e klikoni, vendosni të dhënat atje dhe më pas mund të flasim bashkë nëpërmjet Viberit, WhatsAppit apo Skype. Gjithçka ju dë. Nëse nuk ju intereson ose nuk përshtateni me ato paketa, atëherë prapë mund të telefononi, mund të na shkruani. Që dua një parashikim këtu për dihet se për klientët është diçka tjetër, por ju keni rishtas dhe ju përfitoni në këtë drejtim, sepse ka dhe oferta të rëndësishme. Për juve që doni në kohë që jemi live dhe doni të dërgoni mesazh për marrë përgjigje live, atëherë kemi të butonin këtu. E klikoni, e përshkeni faqen, na bëni subscribe dhe pastaj
dërgoni mesazhin dhe jeni gati për të marrë përgjigje live. Pa humbur kohë, do fillojmë me shenjat me radhë. Do fillojmë me shenjën e nevrikut, e nevriklëkut, e nevrikes, që do thotë shenja e dashit. Pse shenja e dashit është nevrike këtë periudhë? Dhe çfarë duhet të bëjnë shenja e dashit që të jetë e qetë? Shenja e dashit jetë e qetë kërkon mundësi dhe nuk i dalin kudo. Ka bërë shumë sa marrë asgjë. Të paktën të përfitoj nga koha dhe momenti. Ky është një moment shumë i artë, nëse do ta marrim në anën e pozicionimit planetar, të favorizimeve, të kuptimeve, të ndryshimeve dhe të momentit të duhur në anën tuaj, është një periudhë shumë pozitive. Fantastike mund thohet. Dhe gjithashtu, kjo është periudhë mjaft e mirë. Një periudhë që vërtet na jep mundësi, na bën korrekt me punën dhe karrierën, por njëkohësisht është edhe momenti i duhur mbi takimet dhe vlerësimet që mund të keni tani tutje. Në çështjet që lidhen me anën shpirtërore, juve të kësaj shenje, edhe pse keni pasur probleme nga më të ndryshmet, vjen një moment i fshirjeve të memorjes dhe rregulloni gjërat që doni. Në anën shpirtërore, lidhjet që kanë bëjnë me dash dhe me gafore janë të mbarë. Vijojmë tek shenja e radhës, që është shenja e Denit. Dhe në dashur, sado që kjo periudhë mund të ketë qenë ose mund të jetë e vështirë në gjërat që doni të bëni, por kjo periudhë është e juaja dhe mundësitë janë të mëdha në lidhje me takimet, vendimet, ndryshimet, mundësitë të reja që keni tani tutje, është koha më e mirë e që ndonjëherë. Në ndryshime që do të keni, sepse janë ndryshime financiare ekonomike, dhe kjo bën që tani në këtë periudhë, edhe pse keni disa probleme, po janë probleme kalimtare, jo diçka problematike. Në çështje shpirtërore, lidhje që kanë të bëjnë me gafore dhe me ujor janë të mbara. Vijojmë tek shenja e radhës, që janë binjakët. Përse për këtë binjakëve? Binjakët duket se edhe në role drejtuese, edhe në kohën e duhur, ka një ndikim shumë të mirë në lidhje me çështjet e financave dhe kjo bën që juve të jeni fitimtar në gjërat e juaja, fitimtar në atë çka keni dhe doni, por mos harroni sepse jeni aja dhe zhëja në fushën e karrierës dhe të ndryshimeve të mëdha që vijnë tani tutje. Në çështje shpirtërore, komunikimi është baza. Njohja shpirtërore e brendshme, lëre aparencën, lëre bukurinë, që se bukuria e bukur është dëbora në mal, po i shkojnë qend përsipër dhe i prishin atë bukuri. Kurse bukuria e shpirtit, sido që të jenë gjërat, është bukuria rrallë. Është aq e rrallë saqë nuk paguhet me asgjë. Floriri përballë shpirtit është 0,0000 presje 1/100. A imagjinoni? Nëse dëshironi ta kuptoni. Prandaj, shikoni njeriu që përballë, sepse është e gjitha. I gjithë floriri, i gjithë gjërat, pozitiviteti, mundësia janë aty. Dhe konsiderojeni jetë, sepse është jetë. Por në anën e pozitivitetit dhe të çështjeve që kanë bëjnë për ju që keni pasur problem me ligjin në dashuri dhe nuk e keni gjetur njeriun e zemrës tuaj. Vjen momenti i duhur tani. Ndash në diasporë, ndash nga atë që ju kërkoni në kërkim, është momenti i duhur për ta realizuar.
prandaj nuk ka vend për të shqetësuar. Lidhjet kanë bëjnë me ujor, kanë bëjnë dhe me vigjeresh. Shkojmë tek shenja e radhës, që është gaforja. Meqense gaforja të duket se tani e tutje, në njëra anë janë momentet e duhura mbi ndryshimet që bëhen, është një mundësi e artë, për shembull, sepse edhe koha këtë tregon dhe vepron vendos ato çka do të bëni, por njëkohësisht është mundësia e artë në zhvillime dhe ndryshime të mëdha që do të kenë tani tutje. Në çështje shpirtërore, lidhje që kanë të bëjnë me dash dhe me britsjap, është i periudhar, edhe pse me britsjap keni pasur ndarje, por ka bashkim. Për juve që jeni në Holland. Në Holland flas për shenjën e gaforeve. Është momenti i dur dhe juve që prisni diçka nga shteti. Investime është koha juaj. Vijojmë tek shenja e radhës. Luani. Shenja e zjarrt, shenja e përpunimeve të dhënave dhe mundësive të arta. Sa është e rëndësishme periudha që ndodhin fenomenet? Kur juve doni që të realizohen gjërat? Keni të bëni me dy gjëra kryesore, luan të dashur. Juve që jeni në Europë, fqinjët tanë, Itali, Greqi. Dokumenta i prisni me padurim. 10-3, më shkruani shumë që pse s'flet për 10 e parë, pse s'flet për 10 e dytë. Po 10 e parë dhe 10 e dytë nuk kanë probleme të tilla, por e ka 10 e tretë që unë e them këtë. Sepse 10 e tretë i shenjës së Luanit, që ndikohet shumë me Jupiterin dhe me diellin në krahun tjetër, sepse Luani ka simbolin e diellit. Mirëpo jo, sepse lidhet edhe me Jupiterin. Jupiteri është në binjak dhe jep këtë konvertim të ndryshimeve dhe të mundësive që jepen. Gjithashtu një mundësi e artë, nëse doni stabilizoni çështje të mëdha financiare, ekonomike dhe bizneset e reja, bisedojeni. Mbas dite është koha juaj. Është një moment shumë i mirë dhe pse jo i realizueshëm. Në çështje shpirtërore, lidhje që kanë të bëjnë me dash dhe me akrep duket në para. Vijojmë tek shenja e radhës, që do të thotë virgjëresha. Për sa përket virgjëreshës, virgjëreshat duket se ky moment është një moment që dikton, rrezaton, favorizon çështje të rëndësishme ekonomike financiare. Një nga periudhat më të arta kanë bëjnë tani e tutje, është një kohë që çdo gjë shkon bar, çdo gjë arrihet fal suksesit dhe mundësive të arta që juve keni tani tutje. Pavarësisht se kjo periudhë është me periudha më e mirë e mundshme në lidhje me ndryshime dhe vendime. Pavarësisht sepse kjo kohë ka vendime dhe mundësi të reja që keni tani tutje, është edhe koha juaj më e artë mbi ndryshimet dhe çështjet të rëndësishme financiare. Prandaj nuk ka vend për të shqetësuar, por për të gëzuar në anën tuaj personale në ekonomi. Në çështjet e dashurisë keni pasur disa probleme, keni pasur disa gjëra që nuk kanë ardhur aty ku duhet, por juve jeni në anën tuaj, sepse çdo gjë shkon bar, çdo gjë arrihet fal suksesit të garantuar. Në çështjet shpirtërore, lidhje që kanë bëjnë me peshk, realizohen. Shkojmë tek shenja e radhës, që është peshorja. Peshorja të dashura, nisni një biznes të ri, sepse rotacioni
dhe mundësi të reja që keni të bëni në anën tuaj dhe vendime që meren në kohën e duhur. Është momenti dhe koha më e mirë e mundshme mbi stabilizimin dhe konkretizimin e një lidhjeje të rëndësishme ekonomike financiare. Momenti i duhur, periudha e duhur është tani. Sado që njerëzit flasin bëjnë njërën tjetrën, juve jeni në atë rrugë që juve keni zgjedhur. E keni zgjedhur për veten tuaj, sepse dini shumë mirë kur do të shkoni. Dhe të tjerët nuk kanë të drejtë të flasin. Dhe nuk kanë të drejtë të kritikojnë. Prandaj shikojeni i gjërat me lupë dhe të arrini në finish. Në çështje shpirtërore, lidhjet që kanë të bëjnë me gafore dhe me peshë është Italia. Shkojmë tek shenja e radhës, që është Akrepi. Akrepi nga njëra anë mëson logjikon, vendos rregullon. Nga anën tjetër, ka një mundësi të artë në stabilizimin e financave. Në ndryshimin e madh që vjen tani tutje, ku juve jeni në Austri, juve jeni në Zvicër, në kërkim të një pune, në kërkim të së vërtetës me kontratat e zgjidhni. Sepse një moment i artë është tani, është ky pozicion fantastik mbi gjithçka që ju intereson. Prandaj mos e lini pas dore, sepse është kjo periudhë e artë në lidhje me takimet dhe ndryshimet që do të keni. Në çështje shpirtërore, lidhjet afatgjatë, sepse ka lidhje dhe lidhje. Por akrepët nuk bëjnë lidhje momentale, bëjnë lidhje afatgjatë. Dhe kjo është një moment mjaft pozitiv, është një moment që kontrollon dhe pron ashtu siç dëshiron. Adhurimi dhe mundësia e artë që keni tani tutje, është në një kohë shumë pozitive, madje tani tutje keni gjëra si çdo në juve dhe nuk ka pse të mërziteni për gjëra të vështira, sepse dini se ku do të shkoni. Bashkim familjar, dokumenta janë të rëndësishme për juve që jeni në Angli. Shkojmë tek shenja e radhës, që është shigjetari. Për sa i përket shigjetarëve, meqense shigjetarët tani në këtë periudhë duket se ka një problem të vogël. Fillim javë të mbar ju uroj, shqeta dashur, duket se juve nga njëra anë keni disa çështje të pazgjidhura ekonomiko-financiare, vjen një moment që ndryshonin disi në ekonomi, në mundësi që jepen tani tutje, dhe konkretizimi mundësive i punës suaj nuk është në pyetje, jo. Sepse gjërat vinë gradualisht dhe i mbyllin si çështje, por kjo periudhë ju jeni në Europë, në Francë dhe Gjermani, bëni pa kujdes tani, se është një kohë shumë e mirë për dokumenta aplikime. Ose në fushën e dashurisë keni pasur probleme me dëmtë dhe diçit të tretë, me ujorët dhe diçit parë, është një kohë që mund ta zgjidhni. Edhe pse ju kanë dëmtuar. Dëmtuar sepse duke folur fjalë të pabazuara, se jo se janë të florit apo janë dashuruarit e mëdhenj apo dhe kuptojmë kështu. Jo, gjini zgjidhje. Zgjidhja është tani. Dhe është koha për marrë vendime të rëndësishme. Lidhjet afatgjatë janë me peshë të diçit të parë, dëmtë të diçit të parë, peshë të diçit të tretë. Kanë ndikime favorite. Shkojmë tek shenja e radhës, që janë britsjapët. Për britsjapët duket se tani një periudhë kalimtare, lidhe shumë me fushën e biznesit, lidhe shumë me karrierën, lidhe shumë me ndryshime, lidhe shumë me punën tuaj aktuale, por njëkohësisht ju bën të ndjeni të relaksuar në fushën e karrierës, sepse është një moment mjaft i mirë tani,
edhe pse keni pasur probleme, edhe pse jeni në dilemë çfarë do të bëni, unë ju them që është koha juaj, është kohë shumë pozitive në ekonomi, në stabilizime, sepse kjo ditë e hënë do më kujtoni, sepse ndikimi i Saturnit, që është mësuesi i universit dhe guvernatori juaj, ndikon shumë lidhje me ndikimin e planeteve dhe të shenjave ujorit dhe të binjakëve në krahun tjetër, që do të thotë që vërtet ka të bëjë shumë, por me ujor dhe me luan nuk ju lejon hapësira. Kjo thotë që vazhdimësia dhe korrektësia është momenti më mirë mushëm për stabilizimin dhe çështjeve të mëdha që mund të stabilizojnë punën tuaj, mund të stabilizojnë ekonominë tuaj, mund të stabilizojnë gjërat e juaja. Në çështje që lidhen me anën shpirtërore dhe kohën tuaj, do thotë bëjcap gafore, bëjcap peshore, bëjcap dash. Është momenti i artë, kjo pastaj na mund ta shkruani në inbox, e keni parë vetë atje, ndikimin dhe stabilizimin ose përqindjen që neve shikojmë se sa ju jeni bërë për një tjetrin dhe ku çalon gjëja që neve t'ju ndihmojnë. Vijojmë tek shenja radhës, që janë ujorët. Ujorët të dashur, sado që kjo periudhë është pak e vështirë në çështjet që kanë të bëjnë me takimet, me vendimet dhe me çështjet e rëndësishme, juve nga njëra anë mendoni shumë, jeni mjaft të ndikuar nga çështjet financiare, nga ekonomia, nga stabilizimet, nga problematikat, nga dokumentacione, nuk kam fat, nisem për të bler makarona dhe blej sheqer, po të paktën bleni diçka, një cent. Kjo është diçka. Gjithsesi, e përgjithshmja do të thotë që momenti, mundësia, rëndësia dhe koha janë disa gjëra të rëndësishme për sa përket çështjeve që ju kërkoni. Por gjithsesi, në çështjet e punës dhe të karrierës, duket se çështjet e ujorit keni mundësi të ardhë për zhvillime dhe ndryshime të mëdha që do të kenë tani tutje. Në çështje shpirtërore, lidhjet afatgjat do të thotë me dëm dhe me akrep. Shkojmë tek shenja radhës, janë peshqit. Peshqit dashur, erdhi momenti dhe koha për juve, sepse ja keni bërë zmetin asaj çka do të bëni, të kohën e duhur nuk diskutohet, nuk e vën dyshim që jeni në kohën e duhur, jeni në momentin e duhur, dhe kjo periudhë është periudha më e mirë e mundshme në ekonomi, stabilizime, në ndryshime, çështje pune, biseda që do të bëni, dhe kjo e hëna është pak më spec, po të fituar. Në çështje shpirtërore, lidhje që kanë të bëjnë me akrep dhe me binjak, mos ju ndani. Kto ishin pak a shumë përsa përket pikërisht kësaj date të rëndësishme, kësaj date të fuqishme nga ana planetare dhe nga energjia që përçon. Por para se të ndami bashkë, unë ju kujtoj edhe një herë, për juve që interesoni, për pashim të detajuar, juve këtë faqe ros këtu, atje mund ta klikoni, gjeni ku e keni veten ju atje, dhe duke gjetur veten tuaj, direkt pastaj mund të klikoni dhe duke blerë paketën tuaj në numër 4 të blerjes, shkoni tek sekretaria, është pikërisht kjo faqe këtu, e klikoni, jeni gati pastaj të folur bashkë në Viber, WhatsApp dhe Skype. Për ju që doni që çdo video, s'e publikat ngarkon në YouTube. Dhe doni që të jetë para, atëherë pikërisht të butoni këtu, e klikoni, e pëlqeni, subscribe, butonin e zilës, të gjitha. E pëlqeni, jeni gati pastaj për të dërguar mesazhe për marrë live përgjigjen së shpejti, pastaj do të kemi edhe telefonata, jo vetëm me mesazhe. Por kjo është si fillim. Nga unë Rokulla, ditë të mbar, javë të mbar në çdo aspekt. Gjithë mirë.